Si mjek, cila është receta që do t'i jepni partisë tuaj dhe cila është receta që do t'i jepni Partisë Demokratike? Unë do ta përmbledh në politikën shqiptare, edhe pse ne jemi shumë të ndryshëm dhe rrugtojmë në karrexhata të ndryshme. Receta është e thjeshtë, efikase, por vetëm si çdo ilaç i mirë duhet përdorur në mënyrën e duhur. Dhe një recetë për politikën shqiptare do ishte një tablet në mëngjes esëll, transparence, një kokër në drek, përgjegjshmërie dhe një shurup ndershmërie para gjumit. Kjo është recetë që do ndihmonte jo vetëm politikën shqiptare, po gjithë shoqërinë dhe do sillte produktivitet afatgjatë. Por mendoj që ka kundërindikacion dhe reakcion për ata të cilët kanë reakcion nga puna, llogaridhënia dhe ndershmëria.